U që qatë shna gjeti qarën të korak shumore. Sot mora një mesazh nga një mikesha ime, shkruante që të lutem, po pate mundësi më merë pak në telefon, se kam nevoj për ndihmën tënde. Normale, sa e pash mesazhin, e mora në telefon, edhe basi më qau hallin, shqyqyr Zotin pata mundësi ta ndihmoj për atë gjë që kishte nevoj. Kur filloi kjo pastaj, duke bërtite, duke uluritur, thash qa ke muj? Po si mu i tha, si ka mundësi do më shpjegosh, ta unë të njëti mesazh që të dërgova ty, ja dërgova dhe fisit, ta. Po na fisit, ta nuk mora do të mbrapësh as një mesazh, as një telefonat, as një gjë, për ta unë së egzisto kam, tha. E më mirë, tha, se mërzit e shkoti. Njërzit kanë halë probleme, është jeta shumë e vrullshme. Ashtu thua ti, tha. Por njëre më një kohë, kur ishte koha që shumë pak njerëz kishin minuta në telefon, isha una që kisha minuta, dhe ata më bënin zile kur kishin halle të tyre për të zgjidhur, unë i mirja në telefon, u zgjidha dhe problemet, edhe më thoshin edhe një faleminderit me minutat e mia. Kurse tani që kam unë hall, unë nuk marr dot as një mesazh mbrapësht, as një telefonat mbrapësht, të paktën të më thonë që na vin keq që e ke këtë hall, por nuk kemi mundësi të ndihmojmë. E moj mirë, i thash edhe ti si mërzitesh. Po se s'kan mundësi dhe nuk duan që të thonë s'kemi mundësi se ndihen keq, ndihen ngusht nga që ti ke ndihmuar. Wow, kështu e mendon ti, tha. Kjo nuk është justifikim, tha. Nejse. Është e justifikueshme, s'është e justifikueshme, i thash. Kjo është jeta tani, pranoj realitetin dhe lëna rahat. Oh, e di pse bën kështu ti zymbylle, tha, se e ke fisin të mirë ti besoj, tha, edhe ty të gjetet fisi gjithmonë për çdo lloj gjëje që ke nevojë, edhe prandaj ti kështu je si kalorsi mbi kal, tha. Ke të drejtë, thash, ke të drejtë që mendon kështu. Atëherë thash, do të tregoj se sa shumë më ndihmon mua fisi. I kanë të mirë, sy janë të gjithë, kanë jetë e shëndet, janë mirë atje ku janë. E ti e di, tha, shumë mirë që unë bëj video me humor edhe e shikoj si punë, e postoj social media. Nuk është se argëtohem, unë e kam si punë, i thash, dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Se, të them të drejtën, unë aq pak kohë kam për të bërë këto video, sa që shumë herë jam duke ecur rrugës për në punë edhe kap telefonin edhe i them ca fjalë shpejt e shpejt. Nuk është se kam atë luksin që s'kam qa bëj dhe do bëj ca video. Me pak fjalë është sakrificë për mua që të bëj video, sepse duhet të mendoj dhe çfarë të theme, si ta theme, do kohën e vet edhe kjo gjë, nuk është aq e lehtë, por unë e kam vendosur ta bëj këtë si punë edhe po e vazhdoj. Tani, thash, për të parë ti se sa më mbështet mua fisi, fisi im, i thash, që ta marrim ato më të afërt fare, le të themi që bëjmë 100 veta, jam e sigur bëjmë shumë, po ta zëm 100 veta. Ose do ta zësh edhe 50, i thash, të afërt fare, po zëre 50, i thash. Tani nëse ti do hysh në social mediat e mia, në YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, po gjete ti, i thash, më shumë se 5 veta nga fisi që më mbështesin, më ndjekin në për social media mua, bëjnë komente, pëlqime, po gjetëm shumë se 5 veta, më i zoj, i thash, më i motër shoqe që atë të quaj, i thash, unë do t'i mbyll të gjitha social media, thash, do t'i mbyll tani, i thash, hyr aty për kuriozitet dhe shiko, edhe mos haro dhe një gjë, fisi im që e ka të let fare ndihmën që do m'japi thjesht, do shikoj një video dhe do shtypi butonin e pëlqimit edhe do shkruaj një koment pak sekonda kaq. Më thjesht se kaq, një ndihmë të lehtë se kaq s'ka ku të vej. Ti tani mërzitesh pse nuk të ndihmojnë ata kur ti ke nevojë për një kohë më të madhe që të kushtojnë tyja, për investim financiar, për shumë gjëra që ua ke bërë dikur, haroje ti tani. Pse kod nuk shajo shpreja, bëje të mirën edhe në lumë? Nuk i ka lënë të parët, more, shprejet, i kanë vënë tamam për çdo gjë, a kanë gjetur kokën. Ose si i thonë asaj, të bet i botës më afër se sa yti, edhe unë, njërës që si njoh fare, po fare nuk i njoh se kam i them kush janë e ku jetojnë, ata më shkruajnë komente, më mbështesin, më ndjekin, edhe, çfarë them unë, fisi im t'jenë mirë atje ku janë, edhe të dëgjoj vetëm të mirën,
Kaq, nuk kam gjë tjetër, su mërzitem dot. Kaq mund të them unë tani. Qa do bëjmë ne? Nuk kemi qa bëjmë. Kjo është jeta. Nejse, i ku ajo, u bëtym me këto që i tha shumë, u bëra aty me unë për vete. Me gjitha të, ju të kaloni bukur, këdo që tjeni, kalofshi bukur, gjojmë i video tjera.